Por ajo edhe juve si media që vazhdimisht të bëni presion pozitiv, po e quaj kështu, partive politike në mënyrë që këto vendime të merren nga ky kuvend pra. Deputetët e Parlamentit të Kosovës ende nuk kryen asnjë punë. E kësaj here presidentja Vjosa Osmani po kërkon ndihmë edhe nga gazetarët që ata të aktivizohen. Le të vendosin diçka në interes të qytetarëve, sepse shkoi ky vit. Sipas saj, 1 miliard euro janë në rrezik për të humbur, apo 1/4 e buxhetit të Kosovës, për çka thot se ka menduar një zgjidhje. Kam folur edhe për zgjatjen buxhetore, ajo bëhet me një vendim të kuvendit, siç e dini, në mënyrë që të sigurohemi që në rast se ka vonesa në krijimin e institucioneve, në rast se nuk ka sukses mandatari i dytë. Osmani shtoi se kuvendi duhet të ketë gatishmëri për të përfituar këto miliona euro, pasi ajo është gati për t'ju ndihmuar. Ne gjithçka kemi gati si dokumentacion, krejt çka duhet është vullneti i partive politike. Tutje para shtetit u shpreh gatshme të ofroj edhe zgjidhje në lidhje me pagat e punëtorëve të RTK-s, në rast se partitë opozitare nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legislative të nisur nga ana e qeverisë. Presidentja kur u pyet për çështjen e mandatarit të dytë për kryeministër, tha se nuk mund të paragjykojë pasi i mbetet deputetëve të vendosin.